Unë qëndroj në këtë proces me bindje dhe besim se e vërteta nuk ka arsye të këtë frikë nga drejtësia. Dhe se drejtësia mund vonohet, por nuk mohohet kur. Kam vepruar me këtë bindje. Kam jetuar me këtë bindje. Sot këtu para ju qëndroj me këtë bindje. Dhe me siguri mund të them. Unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Veprimet e mia kanë qenë njerëzore dhe ligjore. Ndërgjegja ime është e pastër. Historia ime është transparente. Tani çdo kush mund ta shoh atë edhe në këtë proces gjyqësor. Duke mbyllur fjalën time i nderuar trup gjykues, me respekt për secilin në këtë sallë, edhe jashtë saj. Edhe pse mund mos pajtohemi, duhet të theksoj, ne të gjithë jemi qenie humane, me prirje dhe mendime të ndikuara nga ata që na rrethojnë dhe ambienti ku jetojmë. Besimi im tek e vërteta dhe drejtësia betet i palkundër. Dhe dua të besoj fuqishëm se në vendimin tuaj do të mbisundoj vetëm e vërteta, pa anësia, drejtësia edhe ligji.